do që t'jeni urime 28 nëntori. Urime! Ditën e flamurit kombëtar shqiptar. Urime të utë, urime Viki, urime gjithë shqiptarëve që do të janë në botë, në gjithë rrezullin toksor. Këtu e 113 vjet më parë, Ismail Qemali mblodhi njerëzit më të mëdhej të kombit. Gëzuar, urime ditën e flamurit 28 nëntorin shqiptar. Gëzuar! Për fatin e mirë të rallë, jemi një ditë më vonë me spektaklin tonë, por rëndësishme është se kur e kemi ditën e flamurit, në realitet, krejt nëntorin e kemi fest në zemra e në shpirta tonë, me krejt dëshirën dhe dashurin për 28 nëntorin, ditën e flamurit, tonë nëntori është fest, normalisht është edhe ditë lindja e komandantit legjendar Adem Jasharit. E ku ka më bukur, që sa bukur sinonimizohen këtë gjëra. Me 28 nëntor, këtu e 113 vjetë më parë shpallet pavarësia Shqipërisë. Ngritet flamuri shqiptar, Mari Goja e Qëndis. Krejt kjo për cilët dikun 400 vjetë më vonë, më shumë, nga koha e Skënderbeut. Me 28 nëntor, lind komandanti legjendar Adem Jashari. Si sinonimizohen gjërat, 28.000 kilometra çartorori ka Shqipëria, paka shumë aty, 28.000 dëshmor. Gjithçka dëshira ka shku që në nëntor të sinonimizohen festat tona. Po ne do ta fillojmë me këngë. Në realitet, gjithmonë me këngë e fillon Mihria, është e veshur kuq, unë zi. Për ndryshe më ka shku keq, jam mundue me ta pru materiale me ma qep, si që mi qep krejt kravatat, në mënyrë që ta kem edhe une veshjen strit kuqezi, po me ty jam kuqezi. Me këtë skenografi që është tër glamur, që është dorë vendore, me flamurin kombëtar, simbolikën tonë më të fuqishme në historinë e njerëzimit, sidomos në historinë shqiptare. Në vitin 1990 kemi shkuar në Amerikë të uta, dhe realisht, kështu për herë parë, e kemi festu 28 nëntorin Shlirë, me shumë muzike, koncerte, për ndryshe më herët, si që dini absolutisht, jemi frigu me festu 28 nëntorin, ditën e flamurit tonë, po e kemi festu fshetas. Shumë më sheftas. Atë kujtohet ajo ko? Po, më kujtohet, se atër ka qenë regjimi Serboslav, normal, edhe gjithmonë kemi festu shumë sheftas në përshpia, ose kush e ka pas shpin pak më të madhe, kemi shku krejt jemi mbledh të aj, edhe krejt me dyrë mshil, edhe njeni gjithmonë ka najt jashtë. Edhe mos flet në i kush se e hom krejt. Me na rujt, mos po vjen na i policia, na i kush, me na bo na i farë problemi, e di që si fmi, prind gjithmonë na kanë tregu, na kanë pru flamuj, na kanë sfigu historin, qysh duhet edhe që na dhe në shkollë kemi mësu, mirë po festat kanë qenë... Po dhe festat si fest. Shumë rrezikshme. Viki, kur ke dëgju për herë parë për flamurin, për festën e flamurit, për... Jam konë shumë e vogël, 5 vjeçare. E pse e konë, qapote që ke e vogël? Qite, s'disha më rrit me herë. Baba Rametlia ma pat pru flamurin, ka thonë që kjo është flamuri jonë. Edhe unë isha e vogël, nuk disha thash flamuri jonë, po thët me qëta, na kena me festu se është fest e jona. Edhe pe atëherë më ka mësu gradualisht. Kam betë flamurin... Po. Rahim Suja, ti Bob ku e festoj se msheftas kështu? Me mësusen. A ti me mësusen? Po se mësusja në shkollë fillore në spjegoj këtë e kje, qëre, do më thonë, dita e flamurit, ke kata katole, po jashtë mos delni me bu shumë zhurëm. Na si del shumë jashtë, nina nona Liri dënë ka shku boba në Washington. Washingtonin Amerikë me kërku Republikë. Fatime, kur ke shku në Zvicër e ke festu për herë para, po në Kosovë akoma? Flas, Shlirë kështu në... Po, absolut. Kur kam qenë fëmijë, unë gjithmonë edhe në shkollë dhe në ambientet festive, sigurisht që e kemi festu 28 nëntorin, ditën më të rëndësishme të kombit shqiptar. Në vitin 1990, artisti i madh Haxhi Mashellara ka bërë një këngë të jashtëzakonshme, për të cilën gjë Eduardo Kasin e falenderojmë. Edhe me sa di edhe tekstin edhe muzikën e ka bërë vetë, edhe kur u kthim nga Amerika, unë e inqizova.
Atëherë kena mujtë se sot t'inal provajderi, po atëherë kemi mujtë e incizova një këngë që t'inglon shumë bukur për këtë mbrëmje. Çdo mbrëmje e ka fillu Mihria me këngë, sa unë të pëmdoket, po ja nisi vetë. Hajde, resjat. Urime, gëzuar 28 nëntorin! Luft me thika, hej more hej. Ka qani ku tira pika, nuk e din se qka është frika. Nan sahat, luft me thika, hej more hej. Qast kjo kris mizore, frigen po mashtin, mbas do gure shkrepi, nish që par po bi. Grypse ka qanikut, jo si thot shaka, në varisht e narvikut, të mer edhe hata, more hata. Dergu pasha mor dërkut, ka qanikon mos e ngut, se len rehat, me rushtërin e kthegu para, pash more zagat. Dergu pasha mor dërkut, ka qanikon mos e ngut, se len rehat, me rushtërin e kthegu para, pash more zagat. Zbardh edhe kjo dit, pash mor pse po hik, mos meno me hup, dzen shqiptarin shkup. Ku do prek litari, jo Stefan Shqiptari, dhe në vdekshte në gjallim, hakun do ta marrim bashk morne. Dergu pasha mor dërkut, ka qanikon mos e ngut, se len rehat, me rushtërin e kthegu prap, pash more zagat. Dergu pasha mor dërkut, ka qanikon mos e ngut, se len rehat, me rushtërin e kthegu prap, pash more zagat. Hey! Urime dhe njëherë, absolutisht e kisha në mendje, edhe për këtë e falenderoj Platorin, që ma ka orkestru, rock version, edhe që mas 35 vjetëve, unë e rincizoj këngën Ka qaniku t'i raf pika. E thash edhe një herë, se t'jeni jeta nga këngët më të bukura
shqiptare që e ka bërë artisti madh Dibran e shqiptar Haxhi Macellari. Edhe që jemi në festë që kemi shumë qasë, sonte, le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që në suporti joni fuqishëm me mbështetja junë e mirë sponsorët, spektatorin, telespektatorin, gjithandej këtu në këtë shesh të fjalës së mirë e këngës së bukur ku sonte po festohet dita e flamurit, 28 nëntori. Do të kemi shumë qatë bukur, do të kemi këngëtar, gjithandej do të kemi një mozaik shqiptar shumë të veçantë. Për këto le t'ja lëmë radhës, pa humbur kohë, mihrije, i ftojmë bashk, ti ullun e unë në kom, ato që na sjellin gaz e lumturi, edhe në ditë festash, kur jemi veç të lumtur, Dada Hyr dhe Kulja.